Sot, 28 nëntor, atmosfera është elektrizuese. Qytetarët të gjitha moshave festojnë ndërsa flamujt gjigant zbukurojnë rrugët. Dita e flamurit u shënua edhe në Shkup. Një marsh festiv u mbajt në mesditë, një kolonë gjatë me vetura, motocikleta e kuaj u marshua nga komuna e Çajirit e deri në sheshin Skënderbej, ku u mbajt festimi qendror me këngë dhe valle tradicionale shqiptare. Derisa qytetarët po prisin tek sheshi Skënderbeu, arritën edhe marshuesit. E ajo që ka ra në sy dhe situata u bë interesante. Ishte ardhja edhe e dy personave, një djalë dhe një vajzë, të veshur me veshje kombëtare, ishin të hipur mbi dy kuaj, madje qytetarët i përshkruan si Azem dhe Shot Galica. Përveç e dy kuajve, këtij marshi ju kishin bashkuar edhe makina luksoze, të cilat i kishin veshur me flamuj, nuk munguan as motociklistët. Në sheshe ishin prezent të njëjta ngjyra, i njëjti motiv, shqiponja dy krenare. 28 nëntori nuk është e thjesht një datë në kalendar, është kujtesë, është krenari dhe është premtim për të ardhmen.